Dhe ajo që unë besoj se më takon edhe tek të parët, domethënë tek trashëgimia. Dhe etnografia e ligjërimit, domethënë ideja për ta thënë shqip fjalën, domethënë të mendojmë shqip dhe ta themi shqip. Kohët e fundit në ndryshnin e përkthimeve do si dot, përkthimeve sa për të mbaruar punë, ka dhe një farë robërimi të mendimit duke bërë kalke. Për mua, përveç fjalëve të huaja, cilat hyjnë edhe mund dalin, më të këqija janë kalket strukturore. Për shembull, domethënë kur fjala është në shqip, por është sipas një modeli të huaj. Për shembull, e të mërshme është bërë kjo sherë, pra ndaj. Vjen njëri dhe thot ndau mendimin. Mendimi nuk është as sheg, as ftua, as shalqit që ta ndajmë me tik. Shqip thuhet mbështes mendimin, pranoj mendimin. Jo ndaj të njëjtin mendim me jo. Pra, ideja, kjo është një marrje borxh pa nevojë. Pra, ne mund të marrim terma dhe kemi marrë do të marrim fjalë, termat politikës, termat ekonomisë, termat të elektronikës, por edhe aty diçka mund të bëjmë. Për shembull, për të mos përsëritur çfarë kam thënë, por një nga ato, Brezi i ri, pas një gëzimi se u bë dita e punës me 5 ditë e jo me 6, edhe erdhi fundjava, në fillim e thoshin weekend, ku po shkoj weekend, vi nga weekendi, ishte të gjithë të dashuruar me weekendin. Mirë, fa çfarë ndodhi? Një ditë bukur fillojnë të përdorin fundjavë, pastaj u bë edhe fund vit, pastaj u bë edhe fund shekull. Domethënë, zurirrej fjala e thënë mbi bazën e një modelit të huaj po në gjuhën shqipe. Kështu ka edhe për të famshmin password, ka të rinj që e përdorin fjalë kalim. Fjalë kalim, pra, u fut fjala shqipe. Domethënë, po të matemi pak, si thonë në Kosovë, po të zgasim pak qafën, pra ideja se mendimi është në barkë, pra po të mendojmë pak më shumë, si ta themi, bëjmë mirë sepse fjala është edhe si orteku. Jam i bindur që kështu ndodhë. Ato fjalë që i themi ne sot, që i keni thënë ju të dritarja, që i kanë thënë burrat mençur që i ke ftuar edhe ke bërë shumë mirë që i fton, shkojnë rëkapjekti, pra në qoftë se janë fjalë të mira, ato shkojnë dhe zënë vend të njerëzit e thjesht. Në qoftë se janë thënë mbrapsht, ato mbrapsht do të qëndrojnë. Prandaj, edhe të terma të ndryshim, kur del një term për herë të parë, ka rëndësi që si do ta përdorim, pra si do të shkojë ky term. A mund ta themi shqip? Në qoftë se themi shqip, po e tham do të zërë vend, si që thot ai më i pari, pra, sepse përparësia është gjithmonë e rëndësishme. Dhe nga kjo pikpamje mendoj se ata që janë mjeshtët të një pune, po themi në elektronik, unë nuk jam i zoti, por ka mjeshtët të elektronikës të cilit e dinë më mirë se kush do se cilat fjalë mund të përdoren edhe shqip dhe cilat nuk mund të përkthehen. Ja, për shembull, vetëm një ndërhyrje të vogël, fjala kryesore e vitit që kaloi ka qenë inceneratori në Shqipëri. Ne si duhet ta thoshim shqip? Besoj se ai që ka thënë më i pari Djegsi nuk e ka pas krejt gabim. Derisa të thonë, mund të thuhet edhe shkrumbuesi e tjerë, por derisa të mendoheshin njerëzit që merren me gjuhësi e të thoshin këtë fjalë, dikush e përdori. Pse të mos e përdori? Djegsi. Po, parimi është i latinëve, e marr të mirën kudo që ta gjej. E mira nuk ka ndarje. Pra politika ka ndarjet e veta, por një fjalë që pun përdoret mund thuhet fare mirë. Ja, vërtet, në fakt, se pastaj bie që gjithë emëruesi një viti ka qenë Djegsi, por me sa duket politika për ta bërë të rëndësishme, thot në gjuhë të huaj, i jep një ngarkesë. Po, sikur. Po të thuash Djegsi, ti ke të qartë para për të djegur plerat. Dhe thua pastaj për këtë po bëhet kaq shumë zhurmë? Po, unë pra mendoj që në këtë kuadër i kemi të gjitha mundësitë që duke i përbashkuar, duke i marrë të mirën kudo që është, njerëz që shkruajnë bukur ka. Atyre duhet t'u lakmojmë, pra, edhe njerëz që këndojnë bukur ka, atyre duhet të këndojmë. Unë kam një libër të tërë, Kënga si mjet i ruajtjes së gjuhës shqipe. Dhe në atë libër, thelbi i saj ka qenë që unë e kam vlerësuar dhe e vlerësoj jo personalisht, por në përgjithësi njerëzit që rriten, fëmijët që rriten kanë nevojë edhe për të ushqyer me këngë. Mogoli, ai tekst hartuesi i shumicës këngëve të Sanremos, një figurë shumë e nderuar në Itali, thot muzika fa bene. Parola fa bene, pra fjala, muzika bën mirë. Dhe me gjithë që nuk kam që do të dëshiroja ta kem të merrem me
gjuhën e këngëve në përgjithësi. Her pas here kam shprehur mendimin që këngët e festivaleve, krahas kujdesit që kanë për të veshur e për të pasur pamjen, lukun e bukur, është domosdoshme që më përpara të kujdeset për këngët, për fjalët. Dhe disa këngë që janë me tekstet shkruara bukur, dhe ne kemi pasur poetë që kanë shkruar këngë të bukura, më thënë, kanë edhe tekst shkrues janë të specializuar, të themi si Agim Doçi, Gjevahir Spahiu, Ismail Kadereja, shumë këngë të bukura janë bërë mbi tekste të poetëve të njohur. Pra, kjo të hykulli duhet të vazhdoj, sepse fjala mbetet. E pra, ky është problemi, mungesa e fjalës tani. Tani ne nuk kemi tekste më. Mungon poezia. Po sepse poezia është e lidhur shumë me muzikën, domethënë. Apo s'kemi as muzikë atër? Jo, kompozitorët e mirë, kur gjejnë në poezi që është e bukur, i shkon dora me një herë në pentagram pra për ta shkruar. Më thënë, e fundit që unë, base jam një lloj tjetër, po e fundit që kam pëlqyer ka qenë bashkëpunimi Piroçako, Timo Floko dhe kaq. Pastaj sikur në çdo festival tani që vjen një këngë, e vetmi thonë do shkojmë në Eurovision, po s'kan as këngë, kanë ca ulërima dhe askush nuk thot asgjë. Lidhur me këtë, unë mendoja që ideja e konkurseve është që duhet kishte një konkurs për fjalën, pra poezi të zgjedhura, të cilat mund të jenë që bëhen, bashkëpunimi, ka qenë një këngë që thotë me poetin bëhemi tre, pra bashkëpunimi i treshës që është poeti, kompozitori dhe këngëtari. Fjala e shkruar nga poeti, e kompozuar, e muzikuar bukur nga muziktari, nga kompozitori, dhe e kënduar nga këngëtari shkojnë mirë, pra, dhe për ty atë dhe fjala vjen, një këngë e tillë që mbetet si himn, mbetet midis tjerave se ka dhe fjalë të bukura. Gjethen e dafinës e përkuni, pra që shumë të bukura. Fjalët e bëjnë të bukur poezinë. Kam përmendur në një të librim ndonjë këngë të Alban Skënderit, siç është djali i bukur e hishim kështu, ti them mirë mëngjes, pra ajo kënga me ato elemente. Edhe muzika, pra është edhe muziktari mirë, edhe këngëtari mirë. Me tekst të kuptueshëm. Vend. Unë kisha Petrit Çarkaxhiu, një djalë gjakovar, i cili në fakt në Shqipëri, te Petronini kishte bërë gjimnazin dhe ishte një muzikant fantastik, që muza e cilit ishte shqiptaria dhe më bëri përshtypje, nuk i dija tekstet e këngës, nuk kisha dëgjuar me kujdes, duke i dëgjuar Dul Behari, për shembull, ishte një këngë. Edhe Behari për shqiptarët. Ka ardhur Behari, thoshte më në fund. Është fjalë huaj, po është shqiptare, është shqiptarizuar. Behari është turke, ëh? Po, por është fjalë popullore, e cila e themin e Behari. Dul Behari. Bërë edhe mbi emër, ka edhe mbi emër Behari. Pra, por më mërmendja që përveç rasteve kur talenti është i tillë që edhe tekstin e shkruan vetë muzikanti edhe bën edhe kompozimin, por bashkëpunimi, pra mbështetja në vjershat bukura, tregojnë që kompozitorët, kur merrnin vjershat e Goethes, u shkonte dora me një herë për të kompozuar. Pra, domethënë, poeti e jep atë bukurinë, hijeshin e bukur. Sigurisht që eposi kreshnikëve, këngët e buta të Malësisë sonë, po edhe të jugut në përgjithësi, kanë qenë si gjeve, si model se si mund të këndojnë bukur, sepse kënga çon pesh. Dhe duhet të jap edhe një vlerësim i cili është më tepër i përgjithshëm për të pas parasysh. Arbreshti i Italisë në kohën vitet 70 kur kam shkuar për herë të parë tek ata.